Mendoj që është diçka që tash është bërë gati kanon. E para ka diçka që nuk shkon me dy partitë kryesore të cilat drejtojnë jetën e vendit në mënyrën se si çohen listat. Po mendoj që në këtë kohë qoftë Partia Demokratike, qoftë Partia Socialiste duhet kishin qeverit një dhe duhet ishin shumë të qartë për njerëzit të cilët ishin në këto lista. Quarja e listave në ekstremet e kohës, në ekstremitetet e kohëve, tregon që ka një lloj pandershmërie, po mendoj me pjesën e gjerë të njerëzve që militojnë tek dy partitë. Do doja më shumë të flisja për Partinë Demokratike, e cila mbart një peshë të madhe, ka 12 vjet që është në opozitë. Dhe është një pjesë e njerëzve që realisht meritonin që të dinin vlerësimet e kryesisë, sepse zoti Berisha po thotë që gjithçka do vendosi kryesia në fund. Dhe mbi të gjitha të kishte një lloj transparence për kontributin e tyre dhe për emrat ku do jenë. Një gjë e tillë s'po ndodh.